Nëse do duhet të përdornim 3 produkte, cilat do të ishin ato? Një larës është gjithmonë i domosdoshëm dhe larësi nuk është nevoja të përdoret në mëngjes, përdorini në darkë dhe pavarësisht të gjithë problematikave që do të keni, zgjidhni larësin e dur dhe mbajeni disa minuta në lëkurë, që ai të arrijë të veprojë në thellësi të lëkurës tuaj. Në qoftë se larësin do ta vini dhe ta shpërlani me një herë, ju nuk keni bërë asgjë tjetër përse keni përdorur atë si një larës i zakonshëm, një sapun i thjeshtë që heq vetëm papastërtitë në sipërfaqe. Por kur ti zgjedh një larës që të jetë për lëkurë të ndryshme, po themi, ose një larës ke lëkurë të thatë hidratues. Në qoftë se nuk rrit për një farë periudhe në lëkurën tuaj, nuk e arrin dot ta kryej këtë funksion. Mund të jetë shumë i mirë, por nuk ta jep dot rezultatin. Pra duhet ta lini ose për lëkurat kuperoze, po themi, ato që janë me kapilar. Pra duhet ta lini për pak kohë dhe pastaj do merrni rezultatin. Do thosha një krem shumë të mirë hidratues ose ushqyes ose me retinol, do me thënë sipas moshës, problematikës dhe asaj që do të arrish në darkë dhe kremin e diellit në mëngjes. Këto them unë janë 3 gjëra që nuk duhet të mungojnë asnjëherë.